Pse Bibla është unike? Bibla është unike sepse i ka kthyer shumë armiq në dashamirës të saj. Në fundin e viteve 1800, një studius i quajtur General Law Wallace, një qeveritar lokal i cili kishte qenë më parë dhe senator amerikan, u nis për të hedhur poshtë Biblën. Kërkimi i tij e çoi atë të zbulonte mrekullitë e shkrimeve të shenjta dhe ai përfundoi një i krishterë i devotshëm dhe shkroi Ben Hur, një novele konsideruar gjithësisht si një vepër klasike e letërsisë amerikane. Një tjetër studiues, Sir William Ramsay, pati një eksperiencë të ngjashme. Ai udhëtoi në Azinë e Vogël me misionin për të gjetur fakte gjeografike dhe historike për të hedhur poshtë pohimet e Biblës. Në vend të kësaj, ai u çudit që gjeti se Bibla ishte jashtëzakonisht e saktë dhe përfundimisht u bind aq shumë në autoritetin e saj, sa ai vetë u bë besimtar dhe më pas një studius i krishterë.